Ka mëkat më të madh në Islam se salamja namazit. Nuk ka. Ky thot nuk ka mëkat më të madh se sa me lën një namaz. Ky e ka shkel jo vetëm Kur'ani. Ky ka shkel edhe 6 librat kutubu sitte. Se ky zot e ka Ibn Hazm. Ka thënë Ibn Hazmi, Allah e pas të shëruar. Ibn Hazm, ky zot e ka Ibn Qayyim, ka thonë Ibn Qayyim. Dhe ka thënë Ibn Qayyim, Allah e pas të shëruar. Unë shtiftira, ky thot, As vrasja, as alkoholi, as zinaja, as rrana, e tjerë, se sa shtymja e një namazi deri sa të del koha pa arsye. nuk janë asgjë në krahasim me një namaz nëse nuk shkon në xhami. Keni qartë? Që shumë bëhe, mëna gjizdim me kalzu. Me këtë hyrje dhe sharrim të jashtëzakonshëm dua të them mirë se vini në kanalin e Thimos, apo i thimit, apo i timit. Shkupit. Unë jam Musa Lamallari dhe ju përshëndes të gjithë juve që ndjekni kanalin tim dhe përhapni informacionet që për herë të parë i paraqiten publikut shqiptar.